Përshëndetje të gjithë dhe mirësert në një tjetër video në kanalin tim. Ne jemi nisur për një udhëtim ditor, por nuk kam lyer. Do të lyem tani që jemi në traget. Jasur në kazën gjumi, ndërsa Ajla me burrin kanë ikur lart të ulen të rrinë, sepse Ajla nuk po rrinte të këtu. Unë kam marrë tualetet e mia te kjo çanta e lezetshme, edhe po. Kam vendosur vetëm kremin e diellit, akoma po përdor këtë të centelës, të Skin 1004, jo centela. Dhe po, mua kam treguar, nuk do t'u ritregoj përsëri të teme e bezdisshme, por ky vlog do të ketë si qëllim që t'ju tregoj të gjithë sa kushton një udhëtim mjeditor i joni. Tani, unë kisha faturën e tragetit që t'ua tregoj, por nuk e di se ku është tani. Gjithsesi, trageti kushton diku tek 9 euro. Plus kafet 4,80 euro. Dhe në fund fare të ditës, në darkë, do t'ju tregoj sa kushton pak a shumë komplet. Po deri tani këto kemi harxuar. Për mëngjes kishim qyrek, kishim molto, kishim gjyra dhe vendosëm mos të mini, fëmijët i ushqeva dhe në shtëpi, kështu që nuk morëm jashtë sot, se për çështje kohe, është ora 9 dhe aty ku do vemi ne është një ujvar, emri nuk e mbaj mend, do t'ua shkruaj këtu, dhe do na vej avon, kështu që unë do filloj tani shpejt të lyhem sepse po më rri, edhe duke ecur makina unë nuk lyhem dot. Kështu që, po, shihemi më vonë rrugës ose kur të vemi atje, varet. Aja, thuaj, hajde, thuaj. Ja, shona. Por ishte shumë bukur, ua rekomandoj kush jeton në Athinë, është thjesht 1 orë e gjysmë larg, shumë afër, dhe do t'ju lë këtu emrin e vendit që ishim, fantastike, shumë e bukur për fëmijët, për të gjithë natyrë, si në Parrallë, unë ju thash, më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë afër, sepse ne zakonisht ikim dhe 2-3 orë larg, edhe për me fëmijë 2-3 orë larg është pak e vështirë, ndërsa këtu është më mirë, është shumë herë më mirë. Kështu po. Ndaluam tek ky furri bukës, këtu, sepse i bëri përshtypje burrit që kur po vini. Vërteta unë thash që po të shkonim për në një vend ku bën sufllaqe, të merrim një sufllaqe apo lloj patate, dhe të hanim këto, se sa të marrim gjëra këtu te furri bukës, besoj të ketë ndonjë gjë, kush e di se çfarë, se është dhe vonë. Është ora diku te 12:30, vetëm deri te telefoni. Por i ngeli fiksim burrit edhe tham do vete njërë këtu të shikoj. Kështu që të shohim. Shohim çfarë do gjej dhe pastaj të ikim, se kemi 1 orë e gjysmë rrugë edhe pastaj në shtëpi. Nga ditë tjetër, nuk e di po duhet të themi mëngjes apo mirëdita, sepse ka vajtur pak. E shona ullu, mama.
Kemi ardhur në det sepse është goxha ngrohtë sot, ku te 24, por për mua është pak më nxehtë. Frynte, o zemër. Frynte fillimisht pak erë dhe por tani është qetë, është mirë. Hopa. Unë edhe Jasona jemi këtu në pusë të detit. Kemi një kështu, si puni, themi pishina. Është një pjesë e detit që është e rrethuar me gurje dhe ka pak ujë, kështu që është shumë i për fëmijët, nuk mbyten, nuk bëhen. Dhe po luan Jasona këtu, po i pëlqen. Ndërsa Ajla me burrin kanë vajtur që të marrin diçka tek dyqani, se ne i harruam në shtëpi të gjitha, kështu që kanë vajtur të marrim ndonjë gjë që të ham këtu, edhe pastaj të ikim në shtëpi. Dje nuk ju kam filmuar më, sepse në fakt nuk erdhëm vonë, erdhëm shpejt, erdhëm nga ora 3, po me fëmijët, jo i zuri gjumi, jo mora me ca punë, dhe më kanë fletur shumë vonë fëmijët mbrëm nga që fletën pas dite, edhe kështu që jam marrë me ta gjatë gjithë kohës. Prandaj nuk ju hapëm. Por kur të vete në shtëpi, do t'ju them sa na kushtoi ky udhëtimi, mini udhëtimi, meqense prandaj dhe hapa videon. Dhe kështu. Mirëmëngjesi nga një ditë tjetër. Unë sa jam kthyer në shtëpi, vendosa Jasona në gjumë. Çova me Jasona bashkë Ajlën në kopësht, sepse burri nuk mund ta mbante, ishte në punë, që shumë shpejt, kështu që ikëm bashkë. Pastaj nuk ishim pikuj në shtëpi, shkuam në supermarket, blem ujë, edhe disa gjëra të tjera që do t'ua tregoj. Por kam disa javë që nuk vete në pazar, sepse të njëjtën që kaloi nuk kisha makinën, e kishte marrë burri ta çonte nathin në servis, kështu që binte dhe shi që nuk i kja dot në këmbë bashkë me djalin, edhe e lash. Dhe duke që se nuk vajtëm në pazar, kishim ngel pa kokër, patatje, 2-3 qep, shumë pak gjëra. Dhe këtu pazari bëhet edhe në lagjet e tjera. Në qendër, këtu ku jemi ne, bëhet i madh fare, ndërsa nëpër lagjet e tjera bëhet pak më i vogël. Mendoja se e kishim në një lagje tjetër, por e kisha ngatëruar me të shtunën, kështu që sot nuk ishte. Meqense isha ande, ishte rruga për në Lidl, shkova bleva atje disa perime, sepse më duhen sot çfarë do gatuaj, s'kisha asgjë. Kështu që po ju bëj një Lidl haul, edhe pastaj do t'ju tregoj edhe ato pak gjëra që bleva te supermarketi tjetër. Fillimisht kam bler ca byrek të vegjël për t'i ngrënë tani, sepse nuk e di po do kem kohë që të gatuaj për vete, se më duhet të ndej dhe një lavatriçe me rroba, të vendos dhe një tjetër se shumë rroba më janë bërë. Edhe pastaj vjen ora të gatuaj diçka për fëmijët. Kam për të marrë Ajlën, për të ardhur, për të ngrënë, për të ikur te dentisti i Ajlës. Edhe pastaj do vim prap, nuk e di, po nuk kanë ngrënë tani, do hanë fëmijët, edhe të shikojmë se si do ta rregullojmë, edhe pastaj do ikim në kurs të Ajlës, të kërcimit, kështu që kemi një ditë të ngarkuar sot. Mora 2 dardh për fëmijët, janë pak të forta, po do t'i lë pak ditë edhe zbuten këto, edhe i han ata. Hudhra, 2 pako banane, kishte erza për të mbjellë dhe mora këtë, se mbaj mend emrin, jam pa kafe, nuk e mbaj mend emrin. E kam këtu kafe, se kam pirë akoma, kështu që mos ma vajni. Nuk e mbaj mend, më pëlqyen, janë disa rrënjë, ti mbjellin. Mora dhe majdanos, super dhe kjo majdanosi. Ky më duket se është rigon. Nuk e kuptova mirë, por e mora, thash ta shefnim. Nuk e di. Tjetër, mora moll nga këto të kuqet, i merr dhe Ajla te kopshti, kështu që mora disa se na kishin mbaruar.
tjetër pako. Këtu që kam mora majdanos, jo kështu të mbjell, por kështu se më duhet për gatimet. Boronica, që më ka bërë djani me boronicat. Kërkonte të hante boronica, po tani ishim palar. E mirë i dhash 2, ja fshiva mirë atje. Okej, ai tani mbante këtë pakon dhe në moment në dorë, po të mbyllur. Në moment që unë po mirja këto byrekët, ai hapi dhe ju dërë në gjitha. I mora i mblodha, më tha ai burri që ti lija s'ka problem, se mund t'i lësh edhe pakon e shpo me erdi shumë zorë, edhe i mblodha, i mora. Tani këto nuk janë të gjitha që u hodhën në shesht, ishim disa, edhe do t'i marrë, do t'i laj, do t'i disinfektoj me sodë edhe me udhu dhe t'i kem patate. Ora disa kastravesa për snack për fëmijët dhe të fundit pak qep. Këto ishin tek Lidli, për këto vata dhe këto mora dhe era me vrap sepse nuk doja të më kanonte ora e gjumit të Jasonas, se filloi të bënte veprime të çuditshme. Te supermarketi tjetër mora kos, gjumësh për fëmijët, këtë që marr gjithmonë. T'i fus në frigorifer dhe këto. Ka marrë mustard edhe majonez. Nuk ishim asnjë dhe para ca ditësh na duhej, më duket mustard, nuk pa e gjenim dot. Nuk kishim, kështu që thash ta mbajmë aty, sepse nuk blejmë se ne nuk e përdorim shumë, edhe mua më prishet gjithmonë, kështu që nuk para blej. Mora vaj misri, mora këtë të voglën se ne nuk e përdorim shumë. Ne mund ta përdorim një herë në muaj komplet, kur bëjmë ndonjë kulaç, se kështu të tjera t'i bëjmë në air fryer ose në furr, edhe perimet edhe patatet e gjitha, kështu që shumë pak na duhet. Mora këto, mi hanë fëmijët edhe ndonjëherë t'i keni. Gjithashtu edhe këto, më shumë për në makinë, që mos të më qajnë sepse bëhen të parezistueshëm në makinë. Kështu që për në makinë i mora edhe këto. Dje nuk ju filmova sepse kishim në erë dhe më për vizit, një kushurira e burrit, se kishte shumë kohë që s'kishte ardhur dhe do të sjellte dhe dhuratat e fëmijëve për Pashkën, gjithashtu t'ja jepja dhe unë. Nuk ishim takuar sepse një herë në smureshin mua fëmijët, një herë i smureshin asaj edhe nuk po takoheshim dot, nuk ishim bërë mbar. Kështu që erdhi u solli fëmijëve dhurata, i solli Jasonas këtë kostumin këtu, për në verë, shumë i bukur. I solli dhe Ailës këto streqet për tani në këtë kohë, edhe këtë bluzën e bukur. Di si është bërë ky vlogu? Si çdo vlog, zgjasin më shumë se një javë edhe pjesë, jo gjithë dita. Por, e keni parasysh me fëmijë, tani jeta është më shpejt, bëjmë çdo gjë me iniciativë, punët e shtëpisë me shpejt çdo gjë, sepse jam me fëmijë të vegjël, edhe nuk më premton koha që të hap kamerën apo të mendoj që të hap kamerën dhe të filmoj. Kështu që mbasi kam mbaruar disa punë edhe më presin të tjera, unë thash, hinë se Jasona po flet, t'ju thoshja pak për këtë udhëtimin një ditor që doja të tregoja sa kushtoi. Tani ju kam lënë që mbas kthimit të furrë bukës kemi blerë për të ngrënë dhe të gjitha ato bukët që morëm që ishin me djathë brenda ishin pak të mira, jo të keqe. Kushtuan diku tek 10 euro. Pastaj ndaluan dhe pak në Lidl, që na u desh se filloi një luftë e madhe me atje çan fëmijët, por morëm pak disa lule shtrydhe, edhe një bluzun për Ailën se më duhej për një fund që ja kisha bler këtu në ishull, e meqense e gjeta atje, t'ja kombinoja. Edhe ati 4 euro, kështu që këto harxuam dhe pastaj erdhëm në shtëpi.
kemi ardhur shumë shpejt në shtëpi diku nga ora 3. Edhe e gjithë ky udhëtimi, që ishte udhëtimi më i lirë që kemi bërë ne deri në sot, ndoshta nga që ishte 1 orë gjysmë larg, ishte goxha afër nga Athina dhe ka qenë nuk ka vajtur deri te 100 euro, më pak këtë radhë, bashkë me benzinën edhe rrugët çdo gjë. Kështu që po, të tjerët, nëse do të ikim 2 orë larg Athinës e tutje, po do shkojmë dhe në taverno, në çdo gjë, i bie 150 euro, diçka e tillë. Net 4. Kështu që po. Tani t'ju bëj dhe një shin haul që kanë goxha kohë gjërat që ka marrë, edhe tjetër t'ju tregoj dhe disa gjëra që ka marrë për në verë në Vinted, disa fustane. Në Shein kam porositur disa rroba plazhi, bikini. Qënse tani këto pikat po bëjnë namin, mora rroba plazhi me pika të zeza, të thjeshta, nuk e të për interesuar, mora dhe këto në ngjyrën kafe, më pëlqyen goxha, unë nuk i kam përdorur, sepse në plazh që kam vajtur nuk jam veshur. E dija që nuk do futesha, kështu që vetëm fëmijët janë futur. E kam fëmijët shumë të guximshëm. Edhe me kështu etiket, që rrallë herë ndodh të vinë rroba me etiket nga Shein e Temu, edhe këto kështu të thjeshta, dhe këto thjesht kafe me pika të bardha, por pikat i kanë më të gjera këto. Mora, ja të shohim, se nuk i mbaj dhe më. Po këtë tani unë nga të rrest tani, se këtë më duket e ka marrë në Temu. Nuk mbaj mend. Nejse, këtë fustani, që është i gjatë deri në fund të këmbëve, materiali është i mirë, po ju thoshe që kisha bler dhe disa fustane në Vinted, të reja me etiket, dhe po ju tregoj të parin, këtë ja kam hequr unë etiketën se e provova pak, është përsëri me pika, am fiksuar këto kohë, është për në verë, dhe është deri në fund të këmbëve, është goxha i lezetshëm, thjesht pakës fare, po shumë pak i të i dukshëm, por nuk kuptohet shumë dhe s'ka problem sepse do ta rregulloj këtë. Ai ishte nga Zara, ndërsa ky tjetri, ky nuk është me pika, vjen kështu, edhe ky me etiket, bile s'është bërë lëmsh këtu etiketën. Nejse, s'ka problem. Ja si është. Ky është shumë i bukur, deri në fund të këmbëve dhe ky. Këtë nuk e kam provuar në fakt, se s'kam patur kohë. Më duket se ky ka copë dyshe, po. Është nga Bershka, shumë i bukur dhe ky më pëlqen ekstrem shumë. Është dhe me këtë rrudhën, këtu tek mesi. Dhe po, ka marrë dhe një, sepse këtë vit kemi përsëri një pakëzim edhe një dasëm. Kështu që ka marrë dhe një fustan tjetër për në dasëm, por nuk po a tregoj shtator, qëse do bëj video. Kështu që po, unë tani do shpejtoj të bëj disa punë, pastaj do iki të marajlën nga kopshti, kam një pako tek posta, kam për të marrë dhe diçka tjetër dhe në shtëpi. Kështu që, po, kjo ishte ajo që doja t'ju thoshja. Tani unë sa po gatova, kam bërë pilaf me një sipun salce me mish dhe kështu salce me qep me gjëra të tilla, por do dhe pak pilafi që të mbaroj, sepse kisha harruar të shikoja nëse kisha apo jo, dhe më duhej që të prisja të vinte burri nga puna, të lija fëmijët këtu dhe unë të vija që të merja, sepse nuk i merja do të me vete për një qese pilaf. Imagjinoni që do më ndin aty në supermarket. Kështu, mora dhe postat, i mora kur mora ajlëm nga kopshti, dhe do t'ju tregoj një pako që është nga
stil Evana, më duket ka stil Evana, më duket se ka, nuk e di mirë. Kam marrë krema dielli në përgjithësi. Pak gjëra kam marrë. Kam marrë këtë kremin nga Beauty of Johnson. Unë këtë kam patur, por në formën e këtyre rolove që mbajmë për sjetullat, e kisha në atë formë. Dhe ka qenë shumë i miri, më ka pëlqyer, kështu që mora dhe këtë, por e mora krem. Kam marrë këtë maskën për buzët, për në darkë, për t'i hap të gjitha. Më ka pëlqyer goxha hidratuesi që përdor tani nga kjo firma Purito, edhe kështu që e mora përsëri. Unë kam akoma, sepse kjo është goxha e madhe dhe zjarë, por ta kisha që mos të merre me porosi për një krem. Dhe mora kremra dielli të tjerë. Këtë Centellën përdor tani dhe përdor dhe një tjetër nga Uriage. Tani e kam bler dhe atë. Të mirë janë të dy dhe ky më ka pëlqyer, edhe ai nga Uriage është goxha i mirë. Kështu që mora kjo pakua këtu me 2 kremra. Ishte diku tek 14-15 euro. Goxha mirë si çmim, për cilësinë që ka, është goxha i mirë. Mua më pëlqen. Këto kisha marrë. Dhurata nuk përfitova dot sepse nuk kisha për një porosi për 70 euro, nuk më duheshin gjëra të tjera, vetëm ta gjoja lekot. Të blija budallëqe, kështu që vetëm këtë më kishin vendosur. Është një provës për krem dielli, një firmë nga APLB e ka kjo. Por s'ka problem. Unë mora ato që më duheshin, nuk harxova kohë të blije dhe t'i mbaj aty në sirtar dhe t'i het, kështu që po, këtë vit të paktën kam bërë pakt me veten që të blej vetëm gjëra që e di që do t'i përdor dhe nuk do t'i marr dhe do t'i dhuroj. Kam dhuruar shumë kremra dielli, po shqysh ja dhash mami, jo dhurim, po është ja dhash mami. Kisha shumë kremra dielli me ngjyrë që kisha bler për të provuar dhe që nuk ishin ngjyra ime, apo që nuk ishin qëndruar mirë te lëkura ime. Erdhi mami, ja kam dhënë mami të gjitha, edhe kështu që kam vendosur mos të harxoj më me këto gjëra kockotin. Kështu, tani po. Nuk e di po kam kafe, kam dhe pak. Edhe kështu. Do ham, do vendosja sona në gjumë, dhe pastaj do ikim në kurs edhe në park. Kjo është dita jonë sot, edhe pse nuk ju ka marrë fare, po nuk më del koha, nuk më del fare koha.